Piktoria e njohur korçare Krisanthi Kocibelli Turtulli ka ndëruar jetë në moshën 80 vjeçare. Mësohet se Piktoria vuante nga një sëmundje e rëndë, ndërsa lajmin e hidhur e kanë ndarë familjarët e saj. Gjithë jetën e saj ja kushtoi pikturës teksa rreth 3 muaj më parë, në tetor të vitit 2023, Krisanthi Kocibelli erdhi shumë afër publikut ardashës korçar me një ekspozitë të veçantë si një kujtim nga familjarët me punimet e realizuara ndër vite nga 80 vjeçaria. Krisanthi Kocibelli vinte nga një prej familjeve më të njohura të Korçës, ajo Turtulli që ka lënë gjurmë jo vetëm me bamirësitë e ralla, por edhe shpirtin artistik të disa pasardhësve. Krisanthi një grua e mrekullueshme, një grua e embël, një grua e mendshme, një grua e butë, një nenë e mrekullueshme, një zonjë e mrekullueshme për burrin e saj, një zonjë e mrekullueshme për gjithë shoqërinë. Thjeshtësia e karakterizonte dhe ishte virtuti i saj, gjithashtu ishte e shoqërueshme, e dashur dhe ëmbël. Nëse ndodhte një moment të vështirë, ajo ishte nga koha e saj dhe ai tek kështu ta më mendri të Krisanthi. Krisanthi një nga gratë më shëmbëllore në tërë drejtimet familjare, edhe në punë, edhe në jetën e saj. E dashur me shoqet, ishte specialiste për punën e pikturës. Shumë të shtrenjtë e kishim. Para një muaji e pam dhe u kënaq shumë kur i vajtëm dhe nuk do ta harroj takimin e fundit me ta. I pritshëm qoftë kujtimi. Unë tek ajo grua kam parë virtutet jashtëzakonshme. I kam çmuar dhe për mua do mbetet një vlerë, është një grua që ka lënë gjurmë tek unë. Përveç kësaj ajo ushtronte edhe profesionin si piktore. Atë bëte me shumë përkushtim, me shumë dashuri. La një familje të madhe, një familje të bukur dhe një familje që i shërbevi deri në momentin e fundit. Kujtimet për te do t'jenë të paharruara. Krisanthi Kocibelli nisi të merrej me pikturë që në moshë të vogël, madje ka qenë piktoria e vetme korçare në liceun artistik në ato vite. Pas mbarimit të shkollës, për shumë vite ka punuar si modeliste e më pas përgjegjëse në ndërmarrjen artistike në Korçë. Është autore 2 ekspozitave, teksa në koleksionin e saj numërohen më shumë se 250 piktura.